Kryepiskopi Joan këtë të diel vizitoi Shkodrën, ku drejtoi meshën në kishën Lindja e Krishtit. Gjatë predikimit, fort lumturia e tij ka dhënë mesazhe të forta për rëndësinë e Zotit në jetën e çdo personi. Kryepiskopi tha se pa praninë e Perëndis nuk mund të ndërtohet asgjë, ndërsa theksoi se Zoti erdhi për të ngritur natyrën njerëzore që sot ka rënë. Nëse do ndjejmë praninë e Zotit në jetën tonë, fort lumturia e tij theksoi se çdo gjë fillon të ndryshojë për mirë. Vendosur një kreshmë 40 ditore. Dhe kreshma nuk është çështje diete. Hajt ky ushqim, sa hajt ai ushqim, është një pjesë e kreshmimit. Kreshmimi më i thellë dhe më i rëndësishëm është kreshmimi shpirtëror. Gjë që do thotë syt kreshmojnë, mos shohin skenat pahishme, veshët jenë kujdesshëm, mos dëgjojnë thashë theme dhe shpifje, goja të jetë e pastër, që mos përhapi përgojime dhe gjëra të tjera. Ky është kreshmimi më i rëndësishëm, kreshmimi shpirtëror. Që dal nga dal, fillojmë të pastrojmë zemrën, mos të lajmë vetëm rrobat nga jashtë, po të lajmë rrobën e shpirtit, që të jemi në gjendje për të pritur lindjen e Perëndis. Të erdhi për të shëruar të gjithë, të shenjtët, të drejtët dhe ata që janë mëkatar. Dhe natyra njerëzore është e prekur nga këto gjëra. Në çdo familje, në çdo fis, në çdo gjë ka pasur njerëz të ndryshëm, të drejtë dhe të padrejtë, njerëz që ishin bujar dhe njerëz që ishin koprac, njerëz që ishin me zemër shumë të madhe dhe njerëz që ishin zemër ngushtë, njerëz që ishin shenjtor e njerëz që ishin mëkatar. Zoti erdhi për të shëruar të gjithët, për të përfshirë gjithë natyrën njerëzore, sepse në natyrën njerëzore ne shikojmë rënjen e saj. Që Zoti erdhi për ta ringritur përsëri. Zoti u bë si njëri nga ne për të restauruar përsëri natyrën tonë të rënë. Të njeriu si një qenie komunitare, ne kemi përgjegjësi jo vetëm thjesht për jetën tonë, po dhe për jetët e njerëzve që janë rrotullesh. Mos e dëgjoni shpeshherë teoritë që kanë dalë sot në botën moderne. Është jeta ime, bëj çfarë dua, është trupi im, bëj çfarë dua. Jeta e para nuk është e jotja, është një dhuratë nga Perëndia. Dhe e dyta nuk është vetëm e jona, sepse jeta e një fëmije prek jetën e prindërve. Jeta e prindërve prek jetën e një fëmije. Ne jemi të pandarë nga njëri tjetri. Nëse nuk kemi dashuri në shpirt, do thotë që nuk jemi restauruar. Ajo që përbën një njeri të plot është njeri që është mbushur me dashuri për gjithë njerëzit që ka. Fillon me familjen, e shtrihet akoma dhe më gjerë. Në botën e sotme është paksuar dashuria. Njerëzit nuk duan të dinë më për njëri tjetrin. Kjo meshë përkont me të dielën para Krishtlindjes, ditës më të rëndësishme në kalendarin ortodoks.